Mbrëmshëm të Big Brotherit, ju e bëj këtë pyetje sepse ju mund ta dini. Monika Kryemadhe deklaroi që unë nuk kam marrë asnjë tufë me Lule asnjëherë. Ju si një person që keni vite në këtë pellgun e politikës. Ju e dini që Monika ka qenë klientja ime e shoqëruar nga Ilir Meta. Apo jo? Në barin tim, Capricciosa, asaj s'është modë, s'është reklam. Monika, ju erdhët në vitin 2018, pasi zgjidhet problemin e bashkëshortit tuaj, shumë mirë bët që e bët president, ju e bët president, dhe erdhët të bashkuat me ne të opozitës. Duhet këtë qenë dhjetor, kuvendi i Partisë Demokratike për zgjedhjen e Lulzim Bashës dhe bashkimin e gjithë opozitës, dhe Kujtim Gjuzi, dora vetë, të ka sjell tufën me lule të bardha, trëndafilat bardh, në mes një trëndafil blu. E bardha për të thënë për mua je një zemër bardhë e Dibrës, kurse bluja është për të thënë mirë se erdhet e blut dhe hoqet dorë nga... Jo se hoqet dorë, për ishte kryetare e partisë e LSI-s. Si mund të thuash që s'kam marrë asnjëherë lule? S'ke marrë lule të kuqe? Theksoje, nuk kam marrë asnjëherë trëndafila të kuqe. Edhe unë nuk them se gënjen Monika.